Për mua dhe për ekipin tem kjo do të thotë shumë, tregon se na kena arritje të vazhdueshme. Unë prej se ku morë këtu kena pas një curi shumë të mirë me ekip, edhe jam me fat se jam këtë grup me këtë ekip, edhe kjo për neve do të thotë shumë, po shpresoj si kena me pas edhe rezultat pozitiv në play-offin që e kena, edhe 7 pikë ligën B, kjo tregon se na jena në ekip se mujna me bon tarë me ndisja. Normal ndisha pat tensionin e vetë të e ditë që morëm gol qysh fillim, nuk na eci shumë mirë edhe hupëm rastin fillim shumë edhe rastet e mia, por momenti i gollës është gjithmonë një moment që nuk harrohet edhe besoj që ke momentin kur neve në dasht mas shumë të golla edhe ekipi mas në pjesë dytë tregoj ato që din mas mirë. Asistin që ki është një për asistet mia favorite. Sonte ja dedikoj golin babit tim, i cili është gjithmonë me mua ofër edhe është në tribuna gjithë për mua, e ka gjithë kohën më orë prapë edhe sot familjes tem, po posaçërisht babit tim, gjithmonë.